Krishti u ngjall. Siç e dim, datën 11 maj, në ditën e diel, janë votimet dhe pavarësisht se kisha nuk merret me politik, as bën fushat elektorale për asnjë parti, është e rëndësishme të theksojmë se vota është e shenjtë. Madje është një përgjegjësi për ne të krishterët se si duhet ta ushtrojmë përgjegjësinë e votimit. Pra nuk është kaq gjë e thjeshtë, por le të flasim sot për këtë temë që besoj të gjithë ata që do na shikojnë dhe na dëgjojnë do na japin të drejtë, dhe veçanërisht ne të krishterët ortodoks. E filloj me fjalën e shenjtë. E shenjtë është një mbiemër që përfshin kuptimin e shenjtërisë dhe pastërtisë absolute nga pikpamja hyjnore dhe morale. Por kjo gjë e shenjtë mund të thuhet edhe për votën, që siç thash në fillim është e shenjtë, sepse vota është një mjet me anë të cilit shprehet vullneti i lirë i një populli, sepse zëri i popullit është zëri i Zotit. Besimtarët e krishterë ortodoks nuk presin parajsën në tokë, sepse ne dim se jemi nga Perëndia dhe se gjithë bota degjet në ligësinë, na thot apostulli dhe ungjillori Joan në letrën e tij. Dhe po ashtu, vetë Zoti Krisht tha, mbretëria e Perëndisë nuk vjen në mënyrë të dukshme, as nuk mund të thuhet ja këtu ose ja atje, sepse ajo mbretëria e Perëndisë është për brenda jush, ose është në zemrat tuaja. Duke pasur gjithmonë këto fjalë të Zotit Isu Krisht, po dhe mësimet e apostujve, ne të krishterët besimtar ortodoks nuk aspirojmë një atdhe apo një shtet fetar në këtë tokë që të mund të gjejmë parajsën këtu, ashtu siç edhe e shikojnë në disa fe monoteiste, por për ne të krishterët, sidomos ne të krishterë ortodoks, atdheu ynë është në qiell, ku nga presim me padurim një shpëtimtar, Zotin ton Isu Krisht, ashtu siç thotë dhe apostulli Pavli në letrën e drejtuar Filipianëve. Derisa mbretëria e Perëndisë që është në qiell dhe nuk është e kësaj bote, dhe ne presim ajo të vijë me fuqi dhe të bëhet e dukshme një realitet universal, kozmik dhe përfundimtar i tërë krijimit në fundin e kohërave, kur Zoti ynë Jesu Krisht, mbreti i qiellit dhe erdheu, do të vijë për së dyti me lavdinë e Atit me Ëngjëlin e shenjtëruar për të përmbushur të gjitha gjërat me vetveten dhe me anë të Shpirtit Shenjtë, që Perëndia të jetë i gjithi në të gjitha. Dhe të gjykojë të gjithë njerëzit dhe pastaj krijoi qiellin e ri dhe tokën e re. Ku në këtë mbretëri që është në qiell dhe do jetë dhe në tokë, do të sundoj përjetësisht drejtësia, dashuria, për të shpëtuar nga të gjitha kombet më Krishtin. Sepse mbretëria e Perëndisë është drejtësi dhe pajtim e gëzim në Shpirtin e Shenjtë, na thot apostulli Pavli drejtuar Romakëve. Por deri në ardhjen e dytë të Krishtit dhe vendosjen e mbretërisë së Perëndisë që është në qiell edhe në tokë, siç tham, ne të krishterët aty ku jetojmë e punojmë, duke ditur se Zoti është Zoti i historisë, kontribojmë me anë të ushtrimit të votës për qeverisjen sa më të mirë të shtetit deri në ardhen e dytë të Zotit Krisht. Sepse, siç thot apostulli Pavli në letrën e drejtuar Romakëve, pushtetit janë caktuar nga Perëndia. Kjo vërtet e teologjisë së krishterë, mbështetur në shkrimin e shenjtë, e bën çështjen e ushtrimit të votës shumë serioze dhe një detyrim ligjor e moral për të krishterët, sepse me anë të votës i krishteri shpreh vullnetin e Zotit në zgjedhjen e kandidatit për qeverisjen e përkohshme të kësaj bote, sepse nuk ka pushtet vese prej Perëndisë. Kështu, vota me të cilën caktohet modeli i qeverisjes dhe kandidatët që do të qeverisin në një vend demokratik bëhet e shenjtë, e ndershme, e paprekshme dhe e patjetërsueshme, sepse çdo abuzim dhe tjetërsim arbitrar i saj, si nga votuesi, por dhe nga të tjerët që e menaxhojnë e numërojnë, nuk është vetëm një shkelje ligjore që siç dim meriton dëshkim në kodin civil ose në kodin penal, por
duke u bërë një tjetërsim i vullnetit hynor, meriton zëmërimin dhe ndëshkimin e drejtësisë së Perëndisë. Dhe gjë e të mëshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë, na thot përsëri apostulli Pavli në letrën drejtuar Hebrejve. I krishterë ortodoks, klerik ose laik, edhe pse është i depolitizuar brenda adhurimit kishtar ndaj Perëndisë triadik, që neve e ushtrojmë në kish, në institucionin ton kishtar, i cili është një adhurim i përbotshëm dhe i bashkon të gjithë njerëzit dhe kombet pa dallim gjuhë, gjinie, etnie, madje dhe bindje politike në një unitet shpirtëror në Zotin. Pra këtu në kish ne nuk kemi ndarje partie ose preferenca, sepse kjo do na ndante nga njëri tjetri, por të gjithë i lëm gjërat jashtë kishës dhe ku vim brenda kishës, jo thjesht si ndërtesë, por në adhurimin që ne bëjmë dhe në bashkimin në Krishtin, me trupin dhe gjakun e tij duke bërë një mish dhe një gjak me Krishtin, atëherë ne bëhemi një popull i veçantë i Perëndisë ose populli i ri i Zotit, populli i krishterë. Pra, aty ku kisha ortodokse është e themeluar në besimin e Krishtit si biri i Perëndisë dhe biri i njeriu, shpëtimtar i botës, përsëri neve të krishterët, duke qenë si qytetar të përgjeshëm, jemi të përgjeshëm dhe kemi detyrim për votim, sepse njeriu, siç thot edhe Plutarku, është një qenie politike që formozon polisin, qytetrimin e tij me ide, veprimet e tij të përgjeshme, ku një ndër këto është dhe drejta votës. Pra, motivet që duhet ta frymëzojnë të krishterin për votimin e kandidatit ose subjektit parteak duhet të jenë të ndershme, të moralshme, të drejta, të shenjta, të mbështetura në thënjet e porosive të Zotit. Duaj Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë forcën tënde. Ky është urdhërimi i parë, dhe i dyti ngjan, duhet të afërmin tënd por si veten tënde. Nuk ka urdhërim tjetër më të madh se këtë. Pra, në këto dy urdhërime, ne të krishterë ortodoks ushtrojmë edhe adhurimin, falënderimin, mirënjohjen dhe bashkimin me Perëndin në adhurimin e krishterë ortodoks, në misteret e kishës, por në dashurinë të afërmit ne kemi dashuri edhe për atë dheun. Dhe kontributi ynë që ne bëjmë dhe për atë dheun, që është pjesa jonë e përbashkët, është edhe votimi. Prandaj është një detyrë morale të votosh. Nuk mund të thuesh jam i krishterë ortodoks dhe s'më intereson se kush është kandidat, se për votim ose se kush do jenë deputetët e ardhshëm ose qeveria ose kryeministri i ardhshëm. Kjo nuk do të thotë se ti kjo je një njeri i shenjtëruar. Jo, ti je i papërgjeshëm, pra nuk e kupton se të duash Zotin, duhet duash të afërmin, duhet duash dhe vendin, dhe duhet kontribuosh dhe për vendin tënd, dhe kontributi për vendin tënd është dhe votimi. I krishteri ortodoks e vlerëson shtetin dhe kishën së bashku dhe e shikon kishën si agent dhe shtetin si agent të Perëndisë për shpëtimin e njeriut. Shteti laik, edhe pse është laik, pra nuk ka lidhje me kishën, as nuk imponohet, po ashtu dhe kisha nuk imponohet shtetit, është parë nga të krishterët si pushteti përmbajtës rregullator me anë të frikës e ligjit i vendosur nga Perëndia, ashtu si sqaron dhe apostulli Pavli në letrën drejtuar Romakëve. Sepse e prorë dhe këtu e ka fjalën për shtetarët, skepsit i kesh frikë për vepra të mira, por për të këqijat, a do pra të mos i kesh frikë pushtetit? Bëj të mirën dhe do të kesh lavdërim nga ai, sepse e prori, pra pushtetari, është shërbëtori i Perëndisë për ty, për të mirë, por të bësh të këqija, druaj sepse nuk mban kot shpatën, sepse ai shërbëtori i Perëndisë, hakmarrës, plot zemërim kundër atij që bën të keqen. Pra, apostulli Pavli shkruajti këto rrjeshta për të krishterë në Romë, të cilin në atë kohë përndiqeshin nga perandoria romake, dhe në atë kohë erdhi edhe një perandor famkeq që ishte Neroni, i cili ishte ai shkaktar i shpifjes kundër krishterëve dhe fillimit e të gjithë përndjekjes kundër krishterëve që zgjati gati 3 shekuj. Por, edhe pse situata ishte e tillë, edhe pse shteti romak, perandoria romake dhe perandorët romak e shikonin krishterimin si një rrezik, çfarë thoshte apostulli Pavli të krishterëve? Ai thoshte ti bindeni pushtetit, sepse edhe ai pushtet që ishte
një pushtet që dukesh shumë armiqësor, prap ishte nga Zoti, ishte një rregullator i jetës qytetare. Prandaj dhe të krishterët duhet zbatoni ligjin që ishte në fuqi dhe të ishin shtetar të përgjeshëm, kështu që të merrnin pjesë edhe në zgjedhjen e kandidatëve që ishte në atë kohë për të drejtuar shtetin. Pra, pushteti është si vegla e Perëndis për kufizimin e mëkatit, që është e keqja më e madhe mes njerëzve dhe kombeve që shkakton fatkeqësi sociale dhe luftra të brendshme dhe të jashtme. Prandaj, vota është e shenjtë, sepse mirëpërdorimi i saj nga i krishteri e parandalon mëkatin dhe pasojat e tij tek shoqëria njerëzore, duke larguar me zgjedhjet e lira nëpërmjet votës së fshehtë keqbërësit, të padrejtët, të paaftët, të cilët abuzojnë me pushtetin, duke kontribuar që të vendosen në qeverisje dhe vendimmarrje njerëz sa më të drejtë të mundshëm që do mirëqeverisin për përparimin e ekonomisë dhe progresit moral të shoqërisë, por edhe për respekt të jetës adhuruese të krishterë dhe mbrojtje pasurisë dhe institucionit kishtar. Prandaj, kjo është përgjegjësia që kemi. Pra, shteti është ai që ndalon të keqen, vjedhjen, grabitjen, abuzimin dhe çdo gjë që mund të vijë nga një rebelim. Prandaj shteti është i domosdoshëm. Por sa më mirë do ishte një shtet i cili të kishte shtetar udhëheqës të përgjeshëm që ishin dhe në interes të jetës sonë të krishterë, pra që mbronin institucionin kishtar ose pronat e kishës dhe jetën tonë adhuruese, pra që nuk do ishin antikrisht. Por edhe në qoftë se do ishte një shtet antikrisht, siç ka qenë për shembull në kohën e komunizmit ose ka qenë në kohë tjera, prap të krishterët kishin në atë kohë të kontribuonin aq sa kishin mundësi që të krijojnë një mbarvajtje shoqërore duke ju bindur shtetit sa shteti nuk cënon besimin. Dhe do flasim më poshtë për këtë. Kjo është arsyeja që i krishteri duhet marrë pjesë aktive në zgjedhje dhe formëzimin e një qeverisje dhe pastaj ai i nënshtrohet pushtetit sekular. Prandaj ai që i kundërvihet pushtetit, thot Apostull Pavli, i kundërvihet urdhit Perëndis dhe ata që i kundërvihen do të marrin mbi vete dënimin. I krishteri i bindet pushtetit deri kur nuk dikon ose cënon besimin, thanë, moralin e krishter dhe kishën si trupi i Krishtit. Kur kemi gjendje të tilla degradimi dhe keqpërdorimi të qeverisjes kundër besimit moral, etikës dhe institucionit kishtar, i krishteri i bindet më shumë Perëndis se sa njerëzve dhe kundërshton me mjete demokratike ose dhe me anarki të krishterë kundra qeverisë, sipas shembullit të apostujve që i thanë krerëve judej që t'i ndalonin ata me kërcënime që mos predikonin në emër të Jezu Krishtit. Po çfarë thanë apostujt? Gjykoni juve nëse është drejt përpara Perëndis t'ju bindeni më shumë juve se sa Perëndis. Pra, ta sqarojmë. I krishteri i bindet shtetit, ligjit shtetëror, por kur shteti cënon besimin, atëherë i krishteri ka të drejtë të rebelohet, të mos bindet, të bëj atë rezistencën e tij, në formë demokratike, me të gjitha mundësitë që jep një shtet demokratik, por dhe të bëj dhe atë të fundit atë kundërshtimin e tij deri në atë pohimin e tij martirik për besimin. Në raste të tjera, i krishteri duhet i bindet shtetit dhe në qoftë se i krishteri vim tek vota tani, nuk voton për një kandidat për deputet apo parti që ka një program politik, ekonomik, moral në të mirën më të mundshme për gjithë shtetasit pa dallim, që të gjithë të jetojnë në paqe, me dinjitet njerëzor, me ligje dhe moral të natyrshëm, por voton i nisur nga interesat të vogla meskine, egoiste, familjare, frika apo thjesht për tifozllëk partijak, pavarësisht se kandidati apo subjekti politik ka ide ateiste, anti-Zot, lidhje okulte apo program dhe veprim antihumane, pa respekt të dinjitetit njerëzor, të naturalitetit dhe respektit të jetës familje, ose që ka bërë veprime arbitrare në dëm të institucionit dhe pasurive kishtare, apo përfaqësuesve të saj, në qoftë se i krishteri voton për të tillë njerëz, atëherë ai e keq përdor të drejtën e votës dhe nuk respekton shenjtërinë e saj,
por bëhet me anë të këtij votimi të papërgjeshëm dhe të paprincip, bashkëpunëtor me të keqen, të pamoralshmen, perversen, që vjen nga djalli armiku i njerëzimit dhe kështu mëkaton, duke i qëndruar kundër vullnetit hyjnor në mirëqeverisjen me kandidat të ndershëm dhe të avë për të mirën e vendit, që është e mira e vetë e krishterëve dhe kishës ku ai ndodhet. Kur i krishteri fatkeqësisht tundohet dhe merr pjesë me ndërgjegje në tjetërsimin e votës, me anë të shitblerjes, me çdo veprim tjetër arbitrar dhe mashtrues, duke u bërë alat me grupe keqbërësish pa ligjit e pa moral, që duan me çdo mashtrim apo dhunë, me krim të marrin padrejtisht pushtetin sekular për interesat e tyre, atëherë ai jo vetëm që përsëri e humbet shenjtërinë e votës, po bëhet dhe shkelës i porosive hyjnore që thotë nuk do të vjedhësh, nuk do të bësh dëshmi të rreme, kundër të afërmit tënd nuk do të vrasësh. Dënimi i tij nga drejtësia e Zotit do të jetë më i madh se atij që nuk beson, sepse Krishti paralajmëroi, shërbëtori që dinte vullnetin e zotërisë së tij e nuk u bë gati, edhe nuk e kreu vullnetin e tij do të rrihet shumë, por ai që nuk e dinte do të bëj gjëra që meritojnë të rrahura, do të rrihet më pak. Kujt ju dha shumë, do t'i kërkohet më shumë, dhe kujt ju besua shumë, do t'i kërkohet më shumë. Në qoftë se ky lloj krishteri në emër bën veprime të tilla antiligjore duke mos respektuar shenjtërinë e votës, ai patjetër në qoftë se nuk pendohet, nuk e rrëfen mëkatin e tij dhe nuk heq dorë nga të tilla abuzime me votën deri në vjedhje ose në shtrembërimin e saj arbitrar, që është një krim, ai nuk ka pjesë më me Zotin, por rrjeshtohet nga drejtësia e Zotit me të pabesët, me mëkatarët dhe dënohet bashkë me ata. Dhe pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe qufër, që është vdekja e dytë, na thuhet tek libri i zbulesës. Jo vetëm kjo, po kur i krishteri edhe pse shikon gjërat të shkojnë keq, nga keqeverisja, jo vetëm për shoqërinë, por dhe në lidhje me ushtrimin e besimit dhe institucionit kishtar, dhe përsëri vazhdon të jetë indiferent, edhe pse mund dhe i ka të gjitha mundësitë, nuk dënjon të ketë asnjë lloj ndikimi për ndryshim, si me anë të fjalës, veprimtarisë politike apo dhe të ushtrimit të votës, që është e shenjtë dhe e fshehtë, ai përsëri lejon që e gabuara, padrejtësia, amoraliteti dhe çdo veprimtari anti-Zot, anti-kish dhe anti-njerit të vazhdoj e të qëndroj në pushtet, duke sjell mallkimin e Zotit mbi veten, mbi gjithë qytetarët, duke u bërë palë me të keqen nga interesi, indiferenca dhe frika. I krishteri për indiferencën e tij, për të thënë të vërtetën, dhe nëpërmjet votës, mohon vetë Krishtin të vërtetën që tha: por kushdo që të më mohoj përpara njerëzve, dhe unë do ta mohoj përpara Atit që është në qiell. I krishteri, duke qenë pjesëmarrës në jetën shoqërore, është përgjegjës kundrejt padrejtësive që u bën të tjerëve, si nga individ, grupe, parti apo shtetar të papërgjeshëm. Ai do të lirohet nga kjo përgjegjësi vetëm në qoftë se ai është përpjekur në mënyrë dhe me mjete demokratike ta kundërshtojë këtë të keqe, dhe një ndërto mënyra është, siç thash, dhe ushtrimi i votës. Në qoftë se i krishteri nuk është i qartë për kë individ apo parti duhet të votojë, ashtu siç i pëlqen dhe do vullneti hyjnor, le të pyesë Zotin, le të lutet, pastaj të vendosi për kë ai do ta hedh votën e tij. Apostulli Jakovi thot në letrën e tij: por në qoftë se ndonjëri nga ju mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia që jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet. Gjithashtu ka një mënyrë të ndryshme për të marrë vendime, po si krishterë duhet të pyesim veten: çfarë është e rëndësishme për Perëndin? Shumë shenjtor të kishës sonë ortodokse, edhe pse nuk janë marrë fare me politikë, kanë orientuar të krishterët me mënyrën e votimit. Për shembull, Shën Pais Agjoriti, një shenjtor i kohëve të tona, në kohën për zgjedhjet vendore, vinin shumë pelegrinë dhe i kërkonin atij mendim se për kë duhet të votonin. Dhe shikoni se si përgjigjej Shën Pais Agjoriti, një njeri tepër i ndriçuar, se si duhet të votonin votuesit. Dhe ta ishin dhe të krishterë. Jerondi thoshte: votoni këdo që e shihni në të mirë. Kush e do Zotin dhe vendin, voto për të. Pastaj ata i përgjigjeshin gjithmonë: Jerond,
të gjithë janë njësoj, dhe ai u thot atyre: Bitë mi, ja këtu të gjithë pemët e ullinëve janë një lloj, dhe të gjithë kanë një tëmet, por disa kanë 100% tëmet dhe disa të tjera 50%. Pra, nëse kemi nevojë për ullin, duhet shohim cili ka më pak tëmeta, sepse përndryshe nuk është e mundur të kemi ulli. Pra, ne gjithmonë duhet të votojmë me 2 kritere. Sa kandidati e do Zotin dhe nëse është një antar i ndërgjegjshëm i kishës. Dhe e dyta, sa e do atë dheun dhe synon të mirën e përgjithshme të vendit dhe jo interesin e tij ose të një grupi të ngushtë. Nëse dikush përdor ndonjë kriter tjetër përveç këtyre të dyve, atëherë ai lëviz në egoizëm dhe nuk është ajo që e bën të krishterë. Drejtësia hyjnore më vonon, por nuk lë pa paguar pa drejtësitë. I krishterët duhet ketë kujdes se mos bien në çorientim dhe armiqsinë e turmës në ndarjen midis partive si tifozët e çmendur me skuadrave me një ndeshje futbolli që degenerojnë shpeshherë në anarki, dhunë dhe në krime, kur skuadra atyre humbet ndeshje. Shikoni çfarë thot një prift, atë Johan Ilion shkruan: në çdo zgjedhje dhe ka fjalën për zgjedhjet vendore ose zgjedhjet parlamentare, ata që gëzohen për një parti ose një kandidat të veçantë ndjehen sikur e gjithë bota po prishet kur partia ose kandidati i tyre humbet. Ata që nuk janë në krah të fituesit ndjejnë të kundërt. Në çdo garë elektorale në gjithë botën, të krishterët të panumërt bien në të njëjtin nivel të ulët zemërimi, retorike violente dhe sulmesh, në cila bien jo besimtarët. Ka pak ndryshim mes besimtarëve dhe jo besimtarëve, përveç fjalës Isu ose Zot, të cilët përdorin për treguar se janë besimtarë. Ndërsa meditojnë për mbretërinë e Zotit, besoj se shumë prej nesh kanë haruar se kush jemi. Mbretëria së cilës i përkasim nuk është e kufizuar në shkruarjen në parajs kur të vdesim. As nuk përpiqet ta bëjmë botën një vend më të mirë duke marrë pushtetin politik. Të dashur, të krishterë, kemi përgjegjësi të ushtrojmë votën, sepse Krishti na tha: ju jeni kripa e tokës. Do me thënë, jemi ne që e ruajmë shoqërinë nga prishja morale dhe një nga mjetet është me ushtrimin e votës me përgjegjshmëri. Një indiferencë apo mos ushtrim i përgjegjshëm i të drejtave qytetare siç është dhe ushtrimi i votës është një e keqe, jo vetëm për shoqërinë, por edhe për vetë krishterët dhe kishën që ndodhet brenda kësaj shoqërie njerëzore. Prandaj Krishti vazhdon edhe thotë: por nëse kripa bëhet e amësht, me se do ta rifitoj shihen. Pra, shikoni se ky prift i ka folur renorisë vet dhe janë fjalë për të gjithë që ne të krishterë ortodoks jemi të përgjegjshëm. E para, nuk duhet të shikojmë gjërat me tifozlik, po duhet të shikojmë gjërat me arsye, pra me ato kriteret që kemi ne të krishterë ortodoks në marrëdhënie me Zotin, në marrëdhënie me kishën, në marrëdhënie me të afërmin dhe me dy këqijave do të zgjedhim keqen më të vogël dhe gjithmonë duke parë jo thjesht interesin ton të ngushtë, personal, familjar, po interesin e gjithë shoqërisë. Pra, që gjithë shoqëria të ketë një mbarvajtje dhe të jetë e mira më e mundshme që mund të bëhet. Patjetër ne nuk jemi këtu në parajs. Ne këtu jemi në botën e mëkatit ku sundon e keqja. Por ne do përpiqemi që mbretëria e Zotit siç është në qiell të vinë në tokë. Do me thënë, edhe do të jetë në zemrat tona, edhe do të jetë në familjen tonë, po do të jetë edhe në shoqëri. Prandaj dhe Zoti, siç thotë edhe ky ati nderuar, i thotë krishterëve jeni kripa e botës. Pra kripa është me pakic, po kripa është ajo që jep shije ushqimit ose e ruan ushqimin nga prishja. Edhe ne të krishterët jemi pak ndoshta në shoqëri, por mënyra se si neve jetojmë, mënyra se si votojmë me çfarë kriteresh, kjo e ndihmon shoqërinë. Pra ne nuk jemi turm që udhëhiqemi vetëm nga instinktet dhe nga interesat e vogla meskine. Por ne kemi të drejtën, pra ne kemi mendjen e Krishtit, ne kemi parimet e Krishtit, ne kemi atë çfarë thot Zoti. Duaj Zotin, duaj të afërmit. Kështu që të dashur të krishterë duhet ta ushtrojmë votën me përgjegjësi, sepse ndryshe, siç ta thot përsëri ky ati nderuar, duke përdorur fjalët e Zotit, nëse kripa humbet fuqinë, pra nëse ne nuk jemi shtetas të përgjegjshëm dhe nuk e ushtrojmë votën me përgjegjshmëri dhe me shenjtëri, por në mënyrë arbitrare si njerëzit që s'kan as perëndi, as moral, as kriter,
as njerëz i lëk, atëherë çfarë krishterësh jemi ne? Ne jemi të pavlerë, si ajo kripa e cila bëhet e amësht dhe pastaj hedhin dhe shkelim me këmbë. Dhe na vjen keq neve që kur vijnë disa qeveritar dhe na ushtrojnë presion edhe ndaj besimit ton, dhe ndaj institucionit, edhe ndaj pronësisë kishës, pastaj themi pse na ndodhin këto. Po na ndodhin sepse ne jemi përgjegjës në qoftë se të tillë i lejojnë të marrin pushtetin. Dhe pastaj na ndodhen në shtëpinë tonë, se në qoftë se ne nuk interesohemi për të mirën e tjetrit, aq më tepër për të mirën e shtëpisë së Zotit që është kisha dhe për mbarvajtjen e saj, patjetër që edhe shtëpia jonë do të dëmtohet. Kështu që të dashur krishterë të jemi të përgjeshëm. Vetë kryepiskop Anastasi, i ndjeri, që ka qenë primati i kishës ortodokse për shumë vite, për gati 33 vjet, një nga bisedat që kishe me besimtarët dhe ka qenë votimet ose ditë për të ushtruar votën, ka thënë këto fjalë. Siç dihet të dielën e ardhshme, do të kemi zgjedhje këtu në Shqipëri. Duhet ju kujtoj edhe një herë se cila është pikpamja e kishës ortodokse. Nga viti i parë ne theksuam se kisha ortodokse nuk do ryn në partitë politike dhe nuk zë vendin e partisë A apo B. Ky është parimi i parë, por ekziston dhe parimi i dytë, shumë i rëndësishëm, që të gjithë ortodoksët, të rriturit, janë qytetarë të përgjithshëm të këtij vendi dhe kanë detyrim për të votuar. Ata nuk mund të jenë indiferentë dhe thonë se nuk merremi me këto çështje. Kriteri është shumë specifik. Ata votojnë për njerëzit që dinë se janë të pacënuar dhe nuk vendosin unë të parën dhe pastaj ne, dhe ka një interes të vërtet dhe potencial për të udhëhequr vendin aty ku ka të vërtet mirëkuptim të ndërsjellje dhe progres. E përsëris, ky është një detyrim për një të drejtë shumë të rëndësishme. Këto janë fjalët e kryepiskopit Anastas që kanë fuqi edhe për tani, edhe pavarësisht se ai nuk është, fjala e tij, mësimi i tij është mësim dhe si them orientim për ne të krishterë ortodoksë, aq më tepër në kishën tonë ortodokse që jemi në Shqipëri. Të dashur të krishterë, zgjedhjet janë një moment historik për ecurinë e vendit dhe i krishterë ortodoks si qytetar i përgjithshëm ka mundësi të ushtrojë të drejtën e votës që është e drejtë, e shenjtë dhe vendos se kush do qeverisë sipas vullnetit hyjnor, sepse çdo pushtet vjen prej së larti, për një tjetër periudhë të jetës sonë. Ashtu siç lexohet në Bibël tek libri i urtësisë së Sirakut. Qeveritari i mirë e edukon popullin e vet, e qeverimi i të arsyeshmit është i qëndrueshëm. Si të jetë qeveritari, të tillë janë dhe ministrat, si të jetë kryetari i qytetit, të tillë janë dhe qytetarët. Mbreti i marr e rënon popullin e vet. Qytetet përparojnë sipas urtësisë së krerëve. Në duart e Zotit është pushteti mbi tokë, dhe në kohën e dur ai ngre sundimtarët e vyer. Se e mbara njeriu është në duart e Perëndis mbi personin e ligjidhënësit e vën derin e vet. Pra, këto fjalë të Sirakut na tregojnë se sa të përgjithshëm duhet jemi me votën. E thash dhe në fillim të bisedës, përmenda dhe citova dhe fjalët e kryepiskopit Anastas që kisha nuk merret me politikë. Kjo bisedë nuk është propagandë elektorale, as pak. Çdo kush ka bindjet e veta politike por gjithë biseda jon ishte për të kuptuar shenjtërinë e votës dhe përgjegjësinë që kemi ne për të votuar, aq më tepër ne si të krishterë ortodoks që Zoti thotë ju jeni kripa e botës. Mendoj që këtu ta mbyllim dhe le të vazhdojmë të urojmë njëri tjetrin me përshëndetjen paskale. Krishti u ngjall.